të dekonspirojnë çdo gjë. Të dekonspirojnë çdo gjë. E pamundur të sosësh njëti. Ja, kjo është fakti se kur autoritetet gjermane sollën për Ahmad Josifin dokumentat dhe doli Olsi Rama, patroni i tij, Altin Troplini, nuk hapi çështje penale ndaj tij. Kur Ahmad Josifin e gjetën autoritetet spanjolle se ishte në Dubai, Ahmad Josifi përsëri nuk u shpall në hetim nga Altin Troplini, sepse ishte Olsi Rama me te. Ishte ortak me te Olsi Rama. Pra, një veprimtari kriminale, kjo quhet një veprimtari kriminale e generalizuar e shtetit, narkoshtetit. Pyetje? Javën e kaluar gjykata kushtetuese foli për masën e arrestit shtëpiak ndaj jush. Urdhë? Javën e kaluar gjykata kushtetuese foli për masën e arrestit shtëpiak ndaj jush që është fuqizuar për mbi një vit më parë, në fakt. Keni një koment mbi këtë vendimmarrje gjykatës kushtetuese, sidomos kur ende nuk është shprehur për çështjen e detyrimit me paraqitje? Gjykata kushtetuese është një seksion i organizate partije të Partisë Socialiste. Njërë së pari, komenti i parë. Atë çështje gjykata kushtetuese e trajtoi pas 8 muajve paraqitje. Në një kohë kur çdo çështje që ka të bëjë me qeveritarët e trajton brenda 2 dhe 3 javëve. Këto janë standardet partijake të gjykatës kushtetuese. Së dyti, gjykata kushtetuese në një vendim të kodur partijak shpalli jo kushtetuese vendimin ndaj meje, por nuk e shfuqizoi atë. Nuk e shfuqizoi. Ndërkohë që ai vendim ka pasoja edhe sot. Pra, nuk e shfuqizoi duke pretenduar se nuk është më në fuqi, por në fuqi janë pasojat e tij. Dhe vendimi në çdo doktrinë, përveç se atë të partisë së krimit, vendimi duhej shfuqizuar. Çfarë bëri me vendimin që mori? Mori një vendim në favor të lubis dhe lubive të tjera që do shkojnë aty. Kaq është vendimi, i turpshëm. Urdhë? Sepse vendimet tjera hapi rrugën ti shfuqizoj. Vendimin tim nuk e shfuqizoj duke pretenduar se nuk është në fuqi. Duke pretenduar se ajo merret vetëm me vendimet që janë në fuqi. Çka nuk është ashtu. Ajo merret me vendimet që janë në fuqi dhe me vendimet që kanë pasoja. Nuk është çdo pasojat e tij, pasoja e atij vendimi është fakti që unë jam sot këtu para jush. Kjo është një nga pasojat, plus pasojat të tjera. Ja, pra, besoj se e murët vesh se ç'përfaqësojnë. Mos i marr tani njerëz të kapur peng me dhjetra mëkate dhe gjëra të padenja. Tjetër pyetje? Zoti Berisha, mendoni që i ka buxheti i shtetit mundësitë për të përballuar shifra 1 miliard euro dollarësh? Këtë do të preferoja të përgjigjesha jo këtu, se i ndaj unë këto konferencat.